I dyshuari për spionazh Fatmir Sheholli dëgjohet tek konfirmon lidhjet me terroristin Milan Radojqić dhe Elisën Serbe në një audioincizim të publikuar nga televizioni publik. Në bisedën me njërin nga dy personat që komunikone që sipas betimit për drejtësi është Amir Rustemoviqi, Sheholli tregon për miqësinë e madhe që ka me organizatorin e sulmit terrorist në Banjsk, Milan Radojqić. Ja moram da kažem da je moj veliki prijatelj Milan Radojčić. Znači, veliki prijatelj. I on je prijatelj i naš. Sheholli I shpjegon Rustemoviqit për mbështetjen që e merr nga Elisa Serbe dhe për figurën e tij kontroverse në opinionin publik, për çka bashkëbiseduesi e përgëzon me fjalët bravo të qoftë. Ja imam veliku podršku u Srbiji. U Srbiji? Da, imam izuzetnu veliku podršku Liste Srpska, u svemu. I tako je treba da bude. Ja imam veliku podršku u Srbiji. U Srbiji? Da, imam izuzetnu veliku podršku Liste Srpska, u svemu. I tako treba da bude to. Razumete? Zato kažem da je dosta čudna u javnosti, ali s druge strane. Personi tjetër me të cilin flet Sheholli është deputetja Duda Balje që I përket komunitetit bosnjak. Sheholli e pyet nëse ka bërë ndonjë gjë, por ajo I përgjigjet se s'ka kontakt me askënd. Pa šta je bilo? Jeste nešto napravili, niste? Ne znam, ovo 6+, kako znate vi, tako I ja. Nemam ja mnogo kontakt s njima, ne kontaktiram s nikim I 6+. Koha ka kontaktuar me deputeten Balje, por nuk ka dhënë një përgjigje. Ajo ka thënë se më vonë do t'i drejtohet opinionit publik me një deklaratë nëpërmjet së cilës sipas saj do të dalin të gjitha të vërtetat. Fatmir Sheholli është arrestuar të enjtën nga policia e Kosovës me asistencë të pjesëtarëve të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë në ndyshimin për spionazh. Në fillim të viteve të 90-ta, Sheholli ka qenë pjesëtar I sigurimit shtetëror të Serbisë. Në paraqitjet publike, ai ka thënë se pas luftës ka qenë I angazhuar në shërbimin informativ të Kosovës, por edhe e ka pranuar se ka punuar si inspektor I UDB-s në vitet 90.